Me iniciativën e drejtoreshës së teatrit Andon Zako Çajupi, Zamira Kita, burgu i sigurisë së lartë në Drenov tashmë ka edhe bibliotekën e vet. Mbi 200 libra janë dhuruar dje drejtorisë së burgut për ata që kryen dënimin tek kjo IEVP. Në një aktivitet organizuar nga trupa e teatrit të Korçës, dhurimi i librave është pasuar me një aktivitet me humor dhe muzikë që e ka argëtuar të dënuarit. Vetë drejtoresha e teatrit Kita ka theksuar se kjo është një iniciativë për të rritur më tej sensibilizimin e tyre për të kaluar një ditë ndryshe, pasi një pjesë të dënuarve lexojnë. Ky është vetëm fillimi sipas Kitës, teksa më tej do të sillen sërish tituj të tjerë librash për të pasuruar akoma më shumë bibliotekën. Është një ditë me shumë emocion. Unë jam me më të vegjëlit, me minorenët, siç i quajnë, që janë dënuar, po megjithatë këta janë çuna shumë të mirë dhe jam e kënaqur që sot kemi sjell libra sepse edhe këta lexojnë dhe është bukur që të vazhdojnë të lexojnë dhe sadopak të lehtësohet vuajtja e dënimit këtu. Ne bëm një koncert, bëm një shfaqje artistike, ata u kënaqën shumë edhe ne u kënaqëm me ta sepse ndihmojmë t'u lehtësojmë vuajtjen e dënimit të tyre, heqjen e lirisë. Sigurisht që nuk mbaron këtu, ne kemi biseduar edhe me drejtorin e burgut dhe me instancat përkatëse, që ne të vim sa herë ka festa, sa herë dikush prej tyre i afrohet dita e lirimit dhe ne t'i bëjmë surpriza, me këngë, me valle, me humor, me poezi. Ne i ndihmojmë sadopak ata. Kjo është mënyra më mirë që ata ta ndjejnë veten përsëri të denjë për shoqërinë tonë. Nga ana tjetër, edhe të dënuarit e kanë mirëpritur këtë iniciativë të drejtoreshës së teatrit, duke falendëruar për pasurimin e bibliotekës, por edhe duke falendëruar aktorët për shfaqjen. Sot kemi kaluar një ditë ndryshe, faleminderit artistëve që në ardhën edhe kaluam një ditë shumë të bukur, faleminderit edhe për librat, se kalojmë një kohë duke lexuar me libra. Faleminderit artistëve në rast të parë. Përçam shekon, më fali, një pyetje kolektive sensibilizuese. Në çfarë ore do e hapni?